Unë mënej që është humbje me, që shtojnë atë zhargonin tonë, humbje me ftyrë të barë, sepse realisht nëse nale që analizën, ne kemi edhe disa rezultatet cilat i kemi menu në bazë të formës që ka posë Shqipnia dhe në bazë të grupit që është kualifikuesi e fundit para këtyne kualifikimeve dhe në bazë të asona që kemi vlerësu të Anglia që ka dhe ndryshime që i ka bo dhe në staf e dim që një trener me shumë emër, një trener i cili zakonisht në për ekipë ka qenë ka bujash zakonisht lujt mirë edhe këto e ka deklaru vetë, sepse do të tentoj me lujt si kur që shluhet futbolli angles. Unë menoj që prafërsisht është munu me bo, por nëse ki përbol Anglin, tash na mujna me analizu këtu kur kryet ndeshje se është desh kështu apo nuk është desh kështu. Unë menoj që në të ndeshje që e ka treneri Silvinio në këtë ndeshjen sot, sepse çka do që kish përgatiti çka tjetër, ndoshta kish mujt me mësu shumë a keq. Sepse kitë përbol një kundërshtar shumë të fortë, një kundërshtar i cili nuk lën hapësinë, një kundërshtar i cili na po them kena bu gabime, nuk kena bu gabime, po të shtin kundërshtari me bu gabime për shkak presionit të madh që bën. Edhe është e pamundshme ti ndaj Anglisë me lut ndryshe. Tash na mujna me honë desh me sulmu, desh me dol, çfarë dojna mujna me fol këtu, po por unë mendoj personalisht mendimi jam është se treneri e ka analizuar shumë bukur, edhe ato që ka prezantuar sot duke u bazuar në mungesat që i ka pas, sepse janë mungesa 3-4 mungesa janë shumë mos me qenë prezent sot në ndeshje kundër një Anglie. Në përgjithësi mendoj që rezultat jo i mirë se nuk ka çfarë kërkush me humb, domthonë nuk kanë kërkush me humb. Por duke u bazuar në këto statistikat, unë përmenoj që një humbje e cila ndoshta për herë të parë duhet të rëkik një humbje, sepse kam mund gjithë shka, kam bo atë mbrana, po duhet të rëkik kundër një kundërshtari, kundër kon ekip për bolë. Po Faruk. Po s'ka po Faruk, pa Faruk, me Faruk qështu është, që do që shlujt ja 5, kur dush. Kështu që jene në regull. Ne kemi dhënë 3 me Kosovën, po kemi lujt futbol. 5-3, po. Dhe më thonë kemi lujt futbol, kemi lujt me bekat nalë, kemi lujt futbol tamam modern, si me thonë. Ne kemi marrë 5, po kemi dhënë 3. Oke, ti më nëshme lujt me anë dhe ti më nëshme lujt me anë 4. Unë e bedo menimin tem. Menimi jam është që treneri Silvinio ka lujt, për menimin tem, Silvinio ka lujt jashtë zakonisht mirë, loja është përgatit. Dhe ishë notën Faruk? Unë menoj që notën Silvinio ndaj një kundërshtarit që është Anglia. Por disa futbolist do të mu pajtu që s'kanë funksionu se në atë njësë me funksionu në ashtë se kam ditë me funksionu ndaj një Anglia që nuk të len hapësi, nuk të len ekip president të hatashëm. Me këto mungesa që i kemi bos kështë nuk me lumë në njësë pasone, për shumë. Shumë e tha që për 80% të topit e ka posë Anglia. Edhe detyrimisht është mbrojë Shqipëria shumë. Ta shti kur mbrojë për 95 minuta. Në ato që thati në 16 metrë që mbrojë ti dëmonë gjasat jenë që ti me pësu gol, me bo gabime, se ka shumë lejtar ato, me bo nej penalti, ato që ndodhen. Ato që ndodhen, fikse të shiroj, këtë duhet të zume ishte. Ta shti me një familë po pajtosh më mbrojë 90 e diçka minuta. Po fillon me sulmu, ose ndrojnë strategjin me sulmu, se ti ki me humë, se ki me humë. Të pak të rrezikosh, faqen një futbol, me ndo për diçka tjetër se ki me humë, se ki me humë. Unë nuk e shof për 10 që këtë lojë. Pavarësisht që ka shumë. Me rezultat të thellë lecin. Me rezultat të thellë, shumë këmëtare. Që se sulmon Anglin pak ma lërë, ka të regu Anglia që ka vështërsi, edhe ma herë. Shumë këmëtare Anglia i kam poshtë